Bashkia e Pogradecit është shpallur një nga fitueset e konkursit kombëtar Nismat me impakt në komunitet, një iniciativë organizuar nga Organizata Ndërkombëtare për Migracionin në Shqipëri, me mbështetjen e Ambasadës Britanike. Programi synon të nxjisë bashkitë në të gjithë vendin për hartimin e politikave gjithëpërfshirëse, që rrisin aksesin në shërbime, fuqizimin ekonomik dhe bashkëpunimin me diasporën. Projekti fitues është paraqitur nga sektori i migracionit dhe diasporës pranë Drejtorisë së Shërbimit Social në Bashkinë e Pogradecit. Përmes kësaj nisme, bashkia ka siguruar mbështetje financiare, asistencë teknike dhe mundësi të reja bashkëpunimi për zhvillimin e aktiviteteve me ndikim pozitiv në komunitet. Nismat e parashikuara lidhen me organizimin e eventeve lokale për emigrantët si dhe trajtime orientuese për familjet që rikthehen nga emigracioni dhe ka nevojë të përshtaten me tregun e punës. Autoritetet vendore theksojnë se do të vijojnë të mbështesin çdo projekt që ndihmon qytetarët dhe kontribon në zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit.